Është thënë se që nga koha e Skënderbeut për në mbrojtje të Atë-Dheut, vajzat dhe gratë shqiptare ishin krah i çështjes kombëtare. Epopeja e Marsit, të cilën e përkujtojmë sot, mblodhi gjithë vëmendjen e shpresën e kombit në një vend ku jeta krijoi për lirinë, në një vend nga ku radhët e atyre që mbronin dinjitetin kombëtar nuk u ndalen më. Të nderuar të pranishëm, e kaluara jonë veçohet nga angazhimi i të gjitha formave për lirinë. Në këtë rrugë të gjatë e me plot vuajtje e heroizëm, kontribut të jashtëzakonshëm kanë dhënë edhe vajzat dhe gratë shqiptare. Në këtë rast, të kujtojmë luftëtarët e të gjitha luftrave për shlirim. Kujtojmë Shot Galicën si simbol të guximit femëror. Kujtojmë studentët dhe nxënësët që masovizuan protestat e vitit 1981 dhe të viteve në vazhdim, simbol i të cilave u bë Ylfete Humolli. Kujtojmë Gjej Vlladrovcin dhe të gjitha luftëtarët e UÇK-s. Kujtojmë kontributin e jashtëzakonshëm të nënave tona. Në këtë fjalë të shkurtër përshëndetëse me qëllim theksova traditën e kontributit të gruas shqiptare, sepse ndonjëherë sikur harrojmë të kujtojmë sakrificat dhe kontributin e saj gjatë historisë. Kjo traditë vazhdoi edhe në formën e saj unike edhe në epopejën e Marsit, ku anëtarët e familjes sonë dhe të lagjës Jashari si një trup i vetëm u flijuan për lirinë, për kombin. Është thënë se që nga koha e Skënderbeut për në mbrojtje të Atë-Dheut, vajzat dhe gratë shqiptare ishin krah i çështjes kombëtare. Kjo traditë duhet të kujtohet dhe të kultivohet.